Në Sevaster organizua takim brezash, një aktivitet madhështor që mlodhi bashk banor të kësaj krajine me traditat e ershme të Kullës Grohotit, si dhe dje me vajza të fshatit, të cilët së bashku me familjet e tyre u rikthyen në vendlindje për të festuar. Mbi 2500 pjesëmarrës, një shifër kjo rekord, mbushën sheshin e Sevasterit, duke krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme festive, në një aktivitet organizuar me kontributin dhe mbështetjen e djemve të fshatit. Aktiviteti u hap nga kryetari i fshatit Sevaster Luan Mahilaj, i cili falenderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen dhe kontributin në këtë festë të veçantë. Faleminderit për pjesëmarrjen në këtë festë madhështore të Sevasterit dhe tërë Kullësit. Sevasteri ka qenë një fshat me tradita, me zë, për të gjitha cilësitë e tija. Themi që data 12 gushti çdo viti të mbetet festa e Sevasterit. Ju faleminderit për pjesëmarrjen, të kalojmë një natë sa më të këndshme. Një falenderim i veçantë dhe mirënjohje ju drejtua djemve të Sevasterit, të cilët mbështetën financiarisht organizimin e këtij aktiviteti madhështor, si dhe të gjithë organizatorëve që punuan për realizimin e tij. Pas çdo skene ka njerëz që kontribuojnë në mënyra të ndryshme dhe që besojnë se një komunitet meriton të ketë ditët e veta të bukura. Sponsori dhe kontribuesi nuk është thjesht dikush që ndihmon financiarisht një aktivitet, është dikush që zgjedh të bëhet pjesë e tij, që vendos të jap diçka nga vetja për një ngjarje që i përket një komuniteti të tërë. Dhe kjo mbështetje ka vlerë sepse pa të, shumë ide do të mbeteshin vetëm dëshira. Prandaj mirënjohja jonë sonte shkon për të gjithë sponsorët dhe kontribuesit e festës së Sevasterit. Faleminderit që besuat te kjo festë dhe që u bët pjesë e saj. Një duar trokitje të fuqishme për gjithë sponsorit. Por ata që e kanë sjellë në këtë formë kaq të mrekullueshme, këtë skenë, këtë amfiteatër, të mbushur plot emocione dhe element që i përkasin trashëgimisë. Agruze Nelaj, një duar trokitje. Edmond Binaj, një duar trokitje, se janë pa para. Hasan Hysejnaj, Rait Shehaj, Bujar Pashaj, Artan Haxhiaj, Roland Koxhiaj dhe Salo Kanaj. Një duar trokitje të fuqishme për organizatorët. Në fjalën e tij përshëndetëse ish kryetari i Bashkisë së Selenicës dhe djali i Sevasterit, Përparim Shametaj, vlerësoi organizatorët dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së historisë, traditave dhe vlerave të kësaj zone. Shametaj u shpreh mirënjohës ndaj bashkëfshatarëve të tij për mbështetjen që i kanë dhënë ndër vite gjatë angazhimit të tij fillimisht si kryetari i komunës dhe më pas si kryetari i Bashkisë Selenicë. Përshëndetje të gjithëve të pranishme në të shesh madhështor. Do them që këtë e bën vetëm Sevasterit, dikush do ndjetë mirë. Po kjo bëhet për Sevasterit dhe Sevasteriot din se kur bëhen bashkë. Edhe një përshëndetje të veçantë unë do ta bëja për të gjithë banorët e fshatra përreth Sevasterit, për miqtë dhe dashamirës që sot janë këtu dhe festojnë së bashku me ne. Po dhe një përshëndetje të përzemër. Unë e kam për të gjithë Sevasteriot që sot nuk mund të jenë këtu për arsye të ndryshme, po me shpirt dhe me zemër janë së bashku këtu me ne. Sevasteri ka qenë një zë i dëgjuar dhe një emër shumë i respektuar, jo vetëm në Vlorë, po në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo fal kontributit të burrave dhe të djemve të Sevasterit në kohë të ndryshme. Dhe kjo dhe ndaj këtyre neve do t'jemi shumë minjohës ndaj historisë sonë të lagdhishme, ndaj brezave tanë të parë. Unë do të shtoja ose do të doja të thoja që unë jam shumë falënderues. Unë jam shumë falënderues dhe shumë minjohës ndaj bashkëfshatarëve të mi, Sevasteriot, me mbështetjen e tyre që më kanë dhënë dikush me votë drejt për drejt dhe dikush tjetër me mbështetje indirekte. Ndihem i privilegjuar, jam i privilegjuar dhe me fat që kam qenë drejtues i këtij komuniteti të mrekullueshëm.
i privilegjuar sepse kam drejtuar një komunitet me shumë vlera, por dhe me fat, sepse Sevasteri ka pasur, ka dhe do të ketë burra që t'i dalin zot, jo vetëm komunitetin Sevasterit, por edhe Vlorës. Dhe kam cituar dhe në mëndet e tjera dhe në skenat e tjera. Pa dhe njerë, jam ndjerë shumë i privilegjuar dhe shumë me fat që kam qënë në kryet të një komuniteti shumë të mrekullueshëm, shumë fisnik. Edhe ish kryetari i Bashkisë Selenicës Pëllumbinaj vlerësoi grupin e punës organizator, duke vendosur theksin tek traditat, historia dhe trashëgimia e pasur e kësaj krajine. Të dashur bashkëshatar, të nderuar miq, motra dhe vëllezër, të dashur të rinj dhe të reja, mirë se keni ardhur në Sevasterin ton. Sot është një ditë e veçantë, një ditë gëzimi, por dhe një ditë kujtese, një ditë takimi, por dhe rikthimi, një ditë ku rrugët që na kanë çuar në Vlorë, në Tiranë, në qytetet të tjera të Shqipërisë, apo shumë larg vendit tonë, na sjellin përsëri këtu, në shtëpi, në Sevaster. Së pari dua të falenderoj me gjithë zemër grupin organizator dhe të gjithë ata që kanë kontribuar që sot jemi së bashku, sepse në kohët që jetojmë, ku secili është zënë me punën, familjen, hallet, distancat dhe ritmet e jetës, të arish të mbledhësh njerëzit pranë njëri tjetrit, është një vepër e bukur. Dhe koma më e bukur është kur ajo që na mbledh është vendlindja. Të dashur miq, kur në Sevaster, kullës greot, në këngë, në këtë vend të bekuar nga Zoti, ngriti mbi gur stralli, poshtë fusht e sipërmal, sot nuk jemi mbledhur vetëm për të festuar, jemi mbledhur për të kujtuar kush jemi. Sepse njeriu mund të largohet nga vendlindja, por vendlindja nuk largohet kurrë nga njeriu. Mund të ndërtojmë shtëpi në qytete të tjera, mund të jetojmë për vite jashtë Shqipërisë, fëmijët dhe niprit tanë mund të lindin larg këtij vendi, por ekziston diçka që nuk ndryshon, rrënjët. Dhe rrënjët tona janë këtu, në këtë tokë, në këta gure, në këtë kodra, në ujët e këtyre burimeve, në emrat e fëmijëve tanë, në këngët që kemi dëgjuar nga prindrit tanë, në historitë që na tregonit gjyshrit pranë xhakut. Rrënjët janë te mënyra se si e presim mikun, te mënyra se si mbajmë fjalën, te mënyra se si gjendemi njëri tjetrin kur kemi gëzim dhe sidomos kur kemi hall. Sot, kur shoh fytyrat tuaja, nuk shoh vetëm njerëzit që ndodhen këtu përpara meje. Në fytyrat tona shohim diçka nga baballarët tanë, nga nënat tona, nga gjyshrit dhe stërgjyshrit tanë. Më pas gjithçka foli me gjuhën e festës. Një program i larmishëm artistik solli në sken këngëtar të ftuar, ndërsa grupi Labi Sevasterit i dha aktivitetit një atmosferë të veçantë, duke sjellë këngën dhe traditën e kësaj zone. Pjesë e atmosferës ishte edhe këngëtarja Dea Hyseni, bi e kësaj treve, që e kthyen takimin e brezave në një festë të madhe të bashkimit, kujtesës dhe krenarisë për vendindjen. She kujtëla në gjurmë të mbita, një premtim, viteve i themi,
sot jemi, do ta fshej mund e ti, në ditar një dashuri, është premtimi ynë i parë, me të ty sot jemi kur të ndarë. Takim brezash në Sevaster dëshmoi edhe njerë se tradita, historia dhe dashuria për vendlindjen vazhdojnë të bashkojnë breza të tërë, pavarësisht se ku jetojnë sot pasardhësit e kësaj krahine.